Ndonë se fillimisht e mirë pritur, por nëse bëhet krahasimi vlerësohet e pabarabart. Mbështetja njëhershme prej 100 eurosh për sektorin jo publik, sepse qeveria përpunon njësit që paguhen nga buxheti i shtetit, ka ndar pagën e 13, çka nuk është bërë edhe për punonjësit e sektorit privat. Kështu shpreh në një prononcim për mediumin ton Argjend Fetahu, kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve për rrafshin e Dukagjinit. Ne si Aleancë e Bizneseve për rrafshin e Dukagjinit, unë si kryetar, në intervistën e fundit po dhonë për mediumin e juaj të Vësyri, e ku mirëprit këtë vendim të qeverisë. Mirë po, nëse kthejmë tash, e bëjmë krahasim mes sektorit publik dhe privat, ne shohim si të pa barabart mes fuqisë punëtore të sektorit publik dhe atij privat. Sepse në sektorin publik, 90.000 punëtorë janë do 70.000 euro, ku paga mesatare i krah 780 euro domon për pagën e 13, 780 euro. Ndërsa janë 330.000 punonjës të sektorit privat, të cilët tash do nga 100 euro. Dhe këtu shohim një pabarazi ndërmjet punëtorëve të sektorit publik dhe atij privat. Tutje Fetahu i ka bërë thirrje qeverisë që t'i marrin parasysh këto kërkesa, nga se sektori privat është promotori i zhvillimit ekonomik të shtetit. Si Aleancë e Bizneseve bëjmë thirrje nga qeveria e Kosovës që të merr masa dhe të ketë parasysh këto tema që janë shumë rëndësishme sepse sektori privat është gjithmonë promotori i zhvillimit ekonomik të vendit. Janë po të njëjtë punëtorë të cilët e zhvillojnë vendin, janë taksa pagues, paguajnë të vëshojnë bizneset, kontributet, gjitha janë vlerës votues siç kemi potenciuar në intervistat e kaluara. Dhe thirrja jonë si Aleancë e Bizneseve, konkretisht zyra rrafshit Dukagjinit, bëjmë thirrje qeverisë që të rishqetëson në këto, që sektorin privat, sidomos punonësit e sektorit privat, t'i ketë parasysh të shumë, sepse në të kundërtën kemi edhe ikje shumë nga fuqia punëtore nga sektori privat. Sipas Fetahut, pa një mbështetje konkrete dhe të barabartë për sektorin privat, do të jetë vështirë të ruhet stabiliteti ekonomik dhe fuqia punëtore në vend.